çfarë ka ndodhur me celularin tuaj? Po. Ka pas shumë lajme konfiskime pavarësisht. Gjithë gënjeshtra. As kam kontrolluar, as ma kanë marrë celularin, as. Por një qasë për procesin ku është përfshirë bashkëshortja juaj? Është një proces për një firmë. Po të me specialistë në zanë, dhe ka komunikatë. Po juve, duke qenë se SPAK dishon se personat me qarkun e Elbasanit, cili është sekuestruar telefonat apo janë bërë aksione ndryshme, mund të kenë pasur të bëjë me krime zgjedhore. Juve vetë keni koment? Është Sharake të ndoshë kemi blerë në vota. Nuk keni blerë vota? Nëse është blerë një votë, unë shkoj me qef në burg. Një. E juaj apo e gjithë aty servisit është zoti Po Mira? flas për veten time. Nëse është blerë një votë e vetme nga njerëzit e mi apo nga shokët e mi, për mua, unë shkoj me qef në burg. Faleminderit. Po.